Mandati i 14 i Partisë Demokratike është bërë tema e ditës në retorikën e Partisë Demokratike. Qartazi është një mesazh për Edi Ramën nga miku i tij vjetër Sali Berisha. Populli thot, Berisha po troket në dritare që ta dëgjoj dera, por a do e pranoj Edi Rama që mandatin e Erald Kaprit të Partisë Mundësia ta bëj kurban duke ia dhënë Partisë Demokratike? Jo rastësisht, molla e sherrit po bëhet mandati i dytë në Tiranë i Partisë Mundësia. Nëse ka një fakt që e hedh poshtë alibinë e vjedhjes së zgjedhjeve, janë partitë e reja. Rrjedhja e votave të Partisë Demokratike nuk erdhi nga krimi organizuar, por nga partitë e reja. Tre partia Mundësia, Nisma Thurje dhe Shqipëria Bëhet, morën 100.000 vota dhe i hoqën Partisë Demokratike 8 deri në 9 deputet në 8 qarqe të Shqipërisë. Berisha mund të ankohet për zgjedhjet në Amerikë, por nuk do të binde askënd se si bandat kriminale të Endri Shabanit, Agron Shehajt dhe Adriatik Lapajt arritën të heqin 8 mandate Partisë Demokratike, madje edhe atje ku ato nuk fituan, Fier, Vlorë, Korç, Berat, Durrës e të tjerë. Partia Mundësia ka marrë 100% elektorat të djathtë dhe me merit ka nxjerrë në Tiranë deputet një intelektual race dhe një pinjoll të familjeve patriotike. Erald Kapri, i lindur në internim dhe nga një familje disidentësh politik, nuk mund të bëhet kurbani pranimit të zgjedhjeve dhe tekave të Berishës. Fundja ne nuk mund të presim asgjë pozitive nëse do të ndodhë një pakt i ri Berisha-Rama. Nëse kishte ndonjë risi në këto zgjedhje, ato ishin partitë e reja, por edhe deputetët Tabaku apo Ali Mehmeti, që bën fushatën më madhështore se gjithë koalicioni Berisha plus 23 parti. Për këto dy arsye, doktor Ali Mehmeti duhet të ruaj integritetin e fituar me shumë popularitet dhe të refuzoj një mandat që i vidhet deputetit Kapri nga Mundësia, një koncesioni Rama Berisha.